Shiko, sot unë isha tu marrë me grupin e gazetarëve të ri për rrugën e Rëshen, Prosek, Përlat, Urak, Man. Dhe bashkë tu unë shoh prengën, preng leshi. Preng leshi është prej këtu. Preng ishim të folë për rrugën asë, ja bëm mirë që herë. Po, shumë bukur keni po. Shumë rregull. Nga që u shqetëson kjo rruga, është skandal fare. Është problem, gjithë ka qenë problem kjo edhe për ne është problem. Televizja, makinave, gjitha këto ndikojnë për keqe, goma, tesha, shërbime, jona, dobra. Ti imagjinoj se ti a ke punu në kooperativë. Kam punu në kooperativë. Në atë kohë s'ka qenë kështu, ajo. Jo. Edhe pse ishte pa asfaltuar, po s'ishte me këtë farteje, domethënë. Jo, ka qenë asë. Në fakt për prengën unë ala edhe për i gjatë tjetër preng. A ke dalë seksion ti? Jo, s'kam dalë goma. Du edhe një vit me dalë pension. Du dhe i vit me dalë pension. Gjatë saj kohë, se ti ke punu në kooperativë. Po. Gjatë saj kohë ti çfarë ke bërë, çfarë punë ke bërë? Jam marrë me fshat, me lop, pas me 2-3 lop, i trektej pak somës. Gjithë sacina pa punë në vetë, na nuk kemi ujë, mi pa ujë, vend pa ujë. Po, që si... Jonja, pa shi, mas firëve a bojë që se nuk ka pas. Ndër tjera unë du të thëmë dhe i gjatë tjetër, se unë qumshin e marrë këtej, nga kjo zonë domethënë. Edhe unë domethënë gjithmonë kam përdorur qumsh të zonave, nuk kam përdorur qumsh të fletë. Diko tani ja lop, po ti marrim pak kështu, shit një lopit që kullot prenga? Ja, shiti. Pra një njeri që nuk rrit parazit, ka shumë rëndësi. Dhe prengo, i kam punë rrinë parazit njerëzit, nuk punojnë. Nuk punojnë. Punojnë fare. Nërsa ti për ky e kërko ujtë me pas ujë, normal, por një parazit nuk i duhet as ujë as gjanë. Kem ujë, unë bëjt 5 lopë, për edhe 5 i bëjt kem ujë. Se ke mjetë për jonë që ke... Kam nevoj edhe për një stallë. Për i stallë? Po, për një stallë. Dyta tani, tjetra, ti më ke pa mu se unë jam marrë me kulturën, kam dërtu kulturën. Du të përmen edhe një emër, në Ulleshin qa ke pasi? Pushrej ka mërë. Pushrej? Po, në Ulleshin, po. Na fiki herë tuja ti, na ledhe një minut. Po. Tani në Ulleshin se shiko, në unë tash pra ne tash Pushrej, në i ka qenë përgjes kulturë, apo? Po, përgjes kulturë. Qa, a ke qenë aktivizume me grupe? Po, kam qenë me tërshenjt edhe të fshatit, kam pasku në të vend, kam pasku. Në vend? Po. Dhe qa ke qenë, instrumentist? Instrumentist. Në qa instrumentet? Sharkishit e li, kam para rap. Sharkishit e li? A i mbake shpia? Tashti nuk i mbake. Nëse në drejten nuk i kam mbaje për asyje të ishtu. Nuk i pas strese me njerëzit, pas këtina, gjana, Jem largue, në të drejten. Po e kuptoj, por... Jem largu nga këto. Unë shoh që ata që i kanë qëtë dikur prap i mbajnë, pavarësisht se jeta këshuar do ketë edhe gjëra trishta. Në përpara kemi pas një grup, këtë të shkulqyrë, pra se u ka qenë në grupi i fshatit, i mbambledh një pleq, ka mbambledh në Ulleshin i pleq të fshatit, i ra që të legjave, i mbashku të dhënë. I mkalu këtë me jemë të drejten, koha ka qenë, nuk ka qenë... Mësër i Proseku ka nxjerë një nga instrumentistët më të mirë. Lesh. E Leshi? Nga më të mirë. E ka shpina aty në kodrë aty sipër, pra nga më të mirë. Po. Poni kurs në rëshën. Kurs? Ka qenë Zeftusha. Po me Zefin, që ka qenë fizarmonik edhe në këshunë që të li po. Ka qenë biljeta për bërë. Këtë, pore vesi jam bërë se që është. Ja si i kujton krejt. Nga moshe jam bërë, se moshe gjëzjon, ku bërë 65, bëj 65. Por si do të qoftë një gjë, si do të qoftë kultura ta mbanë freskinë. Ajo duhet, po, mbanë gjithë, ajo është një fjallë, ideja e gjitha, po. Ne ka lënë mrapa që gjënës, mrapa, po gjeti. Kam 2 fëmijë, të të maj, vajzën e kam shkollë të larë, për gjithë të si. Bravo. Qunin e kam bërë në shkollë guzhine, në Tiranë, këna të 3 vjetë. Punon atje? Një restorant, po. Bravo. Po, gjithsesi janë zonat shtrejtë, janë zonat... Okej, kjo është pjesë okej, por do të thënë, unë nale për këtë gjallë. Unë nale për këtë gjallë, se e dija që është marrë me kulturën, nale që ky është një njeri shumë kultor, absolutisht shumë kultor, dhe e dyta, mosha nuk ka rëndësi shumë për mëna. Unë jam para teje. Pak para me i. Po, jam 2 vjetë para teje, prap rri, a ke parasysh, e pëshef si rri shumë. Të falenderoj shumë edhe të uroj sukses dhe i herë tjetër do gjam një mundësi që të të shoh duke i raqit e lisë. Mirë? Mirë. Të falenderoj shumë. Shumë falenderoj.
Respekt. Shumë falë, sinqerisht. Am pas i do t'jap me kafën. Ja, do lëvizim, do lëvizim. A di çfarë bën ti? Për se unë e kam për këtë të mirë. Nëse ke ka i gotë qumsh, jep ja ushtu në gamë, kështu. Po e ke, po se ke, mos lodhi me çodje. Me po më gamë. Po më shtu. Ja, se ka lezet. Kledja. Hajde Morti, hajde ti ore. Hajde këtu, hajde brap këtu. E Kledja, është bukur, është si del tani edhe u jep ka i gotë qumër se keni bërë punë bukur këtu sot. A ju pëlqen tani fshati? Ja kështu bëhen gazetarët e ri, kanë mundësi, ha? Si Brigilda, ke filmu bukur sot? Ashtu, Kledja, u shirove ti nga emocionet? Falënderoni atëherë, falënderoni shokun tim, falënderoni për mikpritjen. Não paga, já está,